Është e kotë të pretendor se mund të shëtisësh në Shkodër pa rënë në gjurmët e veprës së Hidromenos, që do zë prit nga do të hedhësh syt. Po si e hishme ama? 3 nga veprat arkitektonike të Kol Hidromenos në Shkodër janë pjaca, Kisha e Madhe dhe Kafja e Madhe, vendi i parapëlqyer i vizitorëve dhe i shkodranëve. A e dini se në këtë hapësirë luaj muzik live, madje edhe poker? Kafja e Madhe ishte kafeneja më luksoze e viteve 20 dhe 30, por nga hapësira arkitektonike dhe cilësia e lartë e shërbimit, ishte një ndalesë që bënte bashkë elitën dhe shtresat e mesme. Mbrëmjet mondane kishin kodin klasik të veshjes, për zonjat fustane, ndërsa zotrinjt mbathnin frak dhe luanin poker. Kjo kafene ishte veçanërisht pikë takimi studentëve të huaj, që në tingujt e muzikës live mund të nisnin lidhje dashurie. Kafja e Madhe ishte pjesë e ansamblit monumental që niste nga Bashkia e Qytetit e deri te Dugajet e reja, të cilat i dhanë Shkodrës një dukje europiane. Ndërtesa e stilit neoklasik ishte fryti i investimit të familjes Ashiku. Në vitin 1920 u ble nga Ndoc Luka, që mbante detyrën e konsullit italian në Shqipëri. Meqense njëra prej vajzave të tij u martua me një prej pasardhësve të familjes Muzali, pronësia u mbeti pjesëtarëve të kësaj familjeje deri në vitin 1945, kur kaloi në pronësi të shtetit.